Po e filloj me dy fakte konkrete. Më 14 tetor 2024, ndërtuesi Ertan Sako u thirrë në SPAK për të dhënë sqarime lidhur me afera korrupsioni dhe falsifikime në shumë tender. Ai është nën hetim edhe për fatura tatimore fiktive të lëshuara firmës koncesionare Sunny Service të sterilizimit pajisjeve kirurgjikale. Në zgjedhjet e pjesëme lokale të 9 majit 2025, kryeministri Edi Rama e katapultoi si kandidat për kryetar të Bashkisë Tepeleni drejtorin e Gardës Republikës Gramos Sako, vëllain e ndërtuesit Ertan Sako, por ndërtuesi Ertan Sako vazhdon të marrë tender dhe nuk po çohet para drejtësisë. Megjithse për të ka prova për vepra penale që lidhen me tenderet dhe faturat false të lëshuara për firmën e PPP sterilizimit. Ndërsa vëllai i tij Gramos Sako pas 11 vitesh korrupsion dhe abuzimesh të tjera në krye të Gardës Republikës, në vend që të përballej me drejtësinë që prej muajit maj 2025 është kryetari i Bashkisë Tepelen, ku vijon të bëj pazare me tenderet dhe pasuritë e kësaj bashkie. Për dy vëllezërit Gramos dhe Ertan Sako, mbarësia në karrierë dhe ajo financiare filloi pas ardhjes së Edi Ramës në pushtet si shpërblim për ndërtimin falas të pallatit të Linda Ramos në Tiranë, dhe vazhdon ende përmes kompanive të tyre, kryesisht kompanisë 2T SHPK. Sipas regjistrit të Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe Thesarit të Shtetit, kompania 2T SHPK e vëllezërve Gramos dhe Ertan Sako, gjatë 12 viteve pushtet të Edi Ramës ka marrë rreth 157 milionë euro tender, gjysma e tyre pagar me dokumente false dhe me vlera kontratash 95 deri 100% të fondit limit, për të cilat kompania është nën hetim nga SPAK. Përveç kësaj vlere, kompania e vëllezërve Sako ka marrë edhe koncesionin për 4 hece private në lumin Zallok Shtun të Bulqizës me afat kontrate prodhimi dhe shitje energjie për 35 vite. Kompania e tyre ka marrë pagar edhe koncesionin e mbetjeve të Kamzës me vlerë kontrate 16.2 milionë euro për 12 vite, si edhe të drejtën për të shitur mbetjet e riciklueshme për llogaritë të saj. Më 18 tetor 2023, Edi Rama u dha vëllezërve Gramos dhe Ertan Sako koncesionin për ndërtimin e centralit të energjisë fotovoltaike në zonën Gryk të Fierit, duke u dhuruar 30 hektar tokë shtetërore. Më 13 qershor 2022 ata krijuan kompaninë e përbashkët ndërtuese Rafved Al Torok Shqipëri SHPK në ortakrim me shtetasin Abdulaziz Al Arifi nga Arabia Saudite. Kjo kompani prej 3 vitesh nuk ka aktivitet tatimor, por është skeduar nga Agjencisë Shqiptare për pastrim parash dhe transferta financiare nga dhe drejt Shqipërisë, të cilat vëllezërit Sako i kanë investuar në kulla, pallate dhe resorte ose i kanë dhënë me fajde ndërtuesve të tjerë. Gramos dhe Ertan Sako kanë gjithashtu pronësi në kompaninë Kadria SHPK me aktivitet ndërtimi, import, eksport mallrash, transport udhëtarësh dhe turizëm. Në kompaninë Dion Energy me aktivitet ndërtimi dhe turizëm, ata zotrojnë 50% të aksioneve në ortakëri me Amantia Xhafaj dhe Dition Baboçi, vajza dhe dhëndri i Fatmir Xhafajt. Në kompaninë Euroservice & Co 2021 me aktivitet import dhe shitje makinash e mjeteve lundruese, si edhe import eksport ushqimesh, Gramos dhe Ertan Sako kanë 25% të aksioneve. Me vendim numër 43 të Këshillit Kombëtar të Territorit, kompania 2T SHPK ka marrë leje për ndërtimin e një kompleksi banimi në Fark, me ndërtesa 2-3 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë. Gramos Sako ishte drejtori i Gardës dhe prej 8 muajsh kryebashkiak i Tepelenës i zotron këto aksione në mënyrë të paligjshme për shkak të konfliktit të interesit që lidhet me postet e mbajtura gjatë pushtetit të Partisë Socialiste. Prej vitit 2006, Klodiana Llojbeu ka ndërtuar një skemë financiare të qëndrueshme përmes Spitalit Amerikan dhe subjekteve të tjera të lidhura, duke deklaruar humbje të vazhdueshme në bilancet zyrtare, ndërkohë që aktiviteti real ka gjeneruar qarkullim 10 milionë euro në vit përmes tarifave të larta shëndetësore, kontratave publike dhe pagesave nga fondet shtetërore. Sipas informacioneve konfidenciale të administruara nga struktura hetimore dhe burime financiare, rezulton se ish krye prokuror, gjyqtar, politikan, ministra dhe ish-ministra kanë dhënë miliona euro me fajde te Klodiana Llojbeu, duke futur parat në skemën e tij kundrejt interesave mujore dhe garancisë së mbrojtjes institucionale, çka ka penguar çdo hetim penal apo fiskal ndaj tij. Pas çdo bilanci të dorëzuar me humbje, administrata tatimore nuk ka kryer auditim të thelluar, ndërsa diferenca mes xhiros reale dhe asaj të deklaruar nuk është tetuar, duke lejuar që fitimet reale të zhduken përmes shpenzimeve të fryera, kontratave fiktive dhe qarkullimit paras nëpër kompani të lidhura. Në fakt, sipas të njëjtave burime, një pjesë e konsiderueshme e kapitalit që qarkullon në rrjetin e kompanive të Llojbeut nuk buron nga aktiviteti shëndetësor, por nga parat futura me fajde nga funksionar publik, të cilët nuk i deklarojnë këto marrëdhënie financiare dhe për këtë arsye nuk mund të denoncojnë skemën pa u vetë inkriminuar. Bën përshtypje fakti që pavarësisht disproporcionit të theksuar mes humbjeve të deklaruara dhe pasurisë së krijuar, asnjë procedim penal nuk është hapur ndaj Klodiana Llojbeut, asnjë kallëzim fiskal nuk është çuar deri në fund dhe asnjë hetim pasurie nuk është iniciuar nga institucionet përgjegjëse. Ndërkohë, subjektet e tij vazhdojnë të përfitojnë fonde publike, kontrata dhe koncesione, ndërsa Spitali Amerikan trajtohet si partner strategjik nga shteti, edhe pse funksionon si qendër grumbullimi parash të padeklaruara dhe shpërndarje interesi fajdexhi për zyrtarë të drejtësisë edhe politikës. Kjo marrëdhënie financiare ka krijuar një mburojtje të plot penale për Klodiana Llojbeun, duke kthyer skemën e tij në kasafort private të pushtetit, ku parat futen me fajde kthehen çdo muaj dhe në këmbim garantohet paprekshmëria ligjore.
Për këtë arsye, Klodiana Llojbeu nuk preket, nuk hetohet dhe nuk arrestohet sepse çdo veprim ndaj tij do të nxirrte në dritë listën e gjyqtarëve, prokurorëve dhe politikanëve që kanë paratë ai dhe që sot mbajnë peng drejtësinë. Vion. Modelin e kryeministrit Edi Rama me krijimin e korporatës së investimeve shqiptare vendosi ta kopjonte këto ditë kryebashkiaku i Himarës Vangel Tavo, duke krijuar një kompani në formë korporate bashkiake të emërtuar Himara Invest ShPK. Kjo korporat lokale me pronar Bashkinë e Himarës dhe në varësi të kryebashkiakut Vangel Tavo do të marrë në administrim tokat, trojet, plazhet, pyjet dhe kullotat që janë pasuritë bashkisë. Nuk është koincidencë fakti që kryebashkiaku Vangel Tavo e firmosi vendimin për krijimin e kompanisë Himara Invest më 23 janar 2026, ditën që drejtoresha e përgjithshme e kadastrës Lorena Goxhobelli firmosi vendimin për transferimin e kadastrës së Vlorës në Tiranë. Me vendimin e Tavos, të gjitha pasuritë shtetërore lokale në territorin e Himarës ju hoqën si kompetencë Këshillit Bashkiak, si autoriteti ligjor që miraton dhënjet me qira, koncesionet apo shitjet e tyre dhe ju kaluan në kompetencë kryebashkiakut Vangel Tavo. Me këtë vendim të Tavos, për ta bërë Tavon përfaqësues ligjor të kompanisë Himara Invest ShPK do të zbatohet ky rregull. Përdorimi dhe privatizimi i tokave, trojeve, godinave, plazheve, pyjeve dhe kullotave të Bashkisë së Himarës nuk do të kalojnë për miratim në Këshillin Bashkiak, duke shkelur ligjin për pushtetin vendor. Pronat publike të Bashkisë Himarë që do të jepen me qira enfiteoze me koncesion ose do të shiten, nuk do të regjistrohen më në kadastrën e Vlorës sepse atje nuk ka më kadastra funksionale, por në zyrat e kadastrës përgjithshme në Tiranë ku janë transferuar regjistrat dhe shërbimi kadastral i Vlorës. Kthejen në vazhdim për çdo pasuri publike të Bashkisë së Himarës do të vendos vetëm Vangel Tavo si autoritet ekzekutiv, përfaqësues dhe vendimarrës i kompanisë bashkiake Himara Invest ShPK, ndërsa vendimet do të zbatojnë vartësit e tij, ashtu siç vepron Edi Rama me pasuritë e Shqipërisë, të cilat pasi bën pazare me miq dhe klientët e tij, i kalon për zbatim te administratorja e korporatës së investimeve Elira Kokona. Ndërsa Vangel Tavo, administrator të kompanisë Himara Invest ShPK, ka emëruar Donjaldo Hoxhën, sekretarin e përgjithshëm të shoqatës së fabrikave të qumshtit. E gjithë bota është rronditur nga publikimi i fotove, videove dhe emaileve të dosjes Epstein, ku personazhe të rëndësishme të globit shfaqen në momente relaksin në mjediset e të ashtu quajturit ishulli i mëkatit. Në të vërtetë, nga materialet e nxjerra deri tani, të paktën sa i përket videove apo fotove, kemi parë gjëra jo aq skandaloze sa ishte imagjinuar. Të ashtu quajtura darka elegante, ku vipat argëtohen në shoqëri të ëmbël dhe të galvanizuar nga alkooli apo lëndë të tjera mëkatare, janë një realitet i njohur por i idealizuar nga publiku i gjerë. Pamjet thjesht e rrisin spektaklin edhe më shumë. Një spektakël që tani po shfaq anën e tij të hidhur, duke sjellë largimin e disa dinjitarëve politik dhe diskreditimin e disa vipave të tjerë. Megjithatë, për të kthyer tek thelbi që dosja Epstein i dha arenës globale, vlen të shtrohet një pyetje: çfarë do të ndodhte nëse hapi një dosje Epstein shqiptare, një dosje që nuk ka të bëjë thjesht me faktin që politikanë dhe vipa shqiptar argëtohen me vajza të reja më në ambiente orgjiake të kohëve moderne? Kjo dihet dhe për këtë ka plot legjenda urbane dhe anekdota. Thelbi i dosjes Epstein nuk është mëkati i personazheve, por filmimi i gjithë kësaj veprimtarie me qëllim përdorimin e saj për shantazh, që do të thotë se pasi u ka dalë pija apo lënda, dinjitarët kanë marrë vendime dhe kanë firmosur urdhra në funksion të interesave të shantazhuesve, duke u kthyer tek mjedisi shqiptar. Dosja e njohur e Spak Production ka në qendër të saj një konglomerat materialesh filmike të regjistruara dhe të ruajtura në një apartament në Tiranën e Re, me vullnetin e atij që njihej si koordinatori i baronëve të krimit në Shqipëri, alias Gysi i Durrësit. Ky person ka filmuar jo vetëm biseda dhe diskutime në studion e tij, por edhe momente relaksi në shoqërinë e verërave shumë të shtrenjta dhe elementeve të tjerë, situata që shkojnë përtej relaksit deri në shturje të plot. Për Epsteinin shqiptar, e gjithë kjo është kryer prej kohësh dhe jo së fundmi, dhe sipas gjasave, këto materiale janë përdorur si mjet shantazhi ndaj drejtuesve të lartë në vend, duke kushtëzuar vendimet e tyre. E përkthyer në realitetin shqiptar, kjo do të thotë marrje tenderësh dhe administrimi milionave të shtetit nga kupola kriminale, me rëndësishme se sa skandalet erotike, seksuale apo çarrëfimet e vipave të filmuar nga koordinatori, janë pikërisht vendimet dhe tenderët që janë kushtëzuar prej tij ose prej rrjetit që ai përfaqësonte. Pikërisht këtë duhet hetoj Spak, jo thjesht për të rrëzuar një pushtet të kushtëzuar nga krimi, por për të ndaluar instalimin ose negocimin e krimit për një pushtet të radhës, siç e pranoi edhe një ndihmës i Sali Berishës në një studio televizive, një pjesë e baronëve të Nën Tokës po ndërronin krahun e fushës politike. Evi Sala u soll me bujë si ministre e shëndetësisë me argumentin se ka studiuar e punuar prej vitesh jashtë, është eksperte në fushën e saj dhe sipas fjalëve të Edi Ramës, ajo do ta rilindë shëndetësinë. Por Evi Sala vetëm pak muaj pas emërimit, gjëja e parë që bëri është rritja e çmimeve të ilaçeve. Pak ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë ka ndryshuar çmimet e rimbursimit të barnave përmes një procedure të errët dhe të paqartë, pa konsultim me kompanitë farmaceutike dhe pa transparencë mbi metodologjinë e përllogëritjes.
Vendimi u shpall ditën e shtunë në kushte administrative jo normale, ndërsa vetë shifrat tregojnë rritje ekstreme që variojnë nga 3 deri në 4000%. Listat e barnave janë publike dhe kushdo mund t'i shohë, mirëpo vete Visala ka tentuar të spërdridhet sot duke u hedhur syve e shqiptarëve dhe duke akuzuar mediat se po gënjejnë. Ministria e Shëndetësisë u kujtua të dilte me një reagim vetëm pas 3 ditësh duke tentuar të justifikojë skandalin. Në rastet kur bari është në proces për t'u pajisur me autorizim për tregtim ose proces rinovimi të autorizimit për tregtim, mbajtësi i autorizimit për tregtim ose përfaqësuesi i tij ligjori i autorizuar prej tij kanë të drejtë të bëjnë deklarim të çmimit të barit, por komisioni miraton çmimin e barit pasi ai është pajisur me autorizimin për tregtim. Pika 12. Çmimi i referencës për Shqipërinë do të jetë çmimi më i ulët nga elementët e mëposhtëm. Çmimi që aplikohet ndër 5 shtetet referente, Itali, Greqi, Serbi, Maqedoni dhe Kroaci, çmimi i tregtimit me pakisë të barit në vendin e origjinës, çmimi i barnave të importuara në Republikën e Shqipërisë gjatë 12 muajve të fundit. Pika 13. Çmimi i barit gjenerik duhet jetë deri në 80% të çmimit të barit origjinator, të regjistruar pranë agjencisë. Nëse bari origjinator nuk është i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, atëherë do të merret përbazë çmimi i tij në vendet e referencës dhe të origjinës. Pika 15. Barnat për të cilat nuk është deklaruar çmim brenda datës 31 tetor të vitit aktual humbasin të drejtën për të përfshirë në listën e barnave të rimbursueshme për vitin pasardhës, thekson Ministria e Shëndetësisë. Por Visala mashtron hapur vërtet për disa barna çmimet janë ulur, por për disa të tjerë janë rritur ndjeshëm. Cefazolina ka mësuar rritje prej rreth 4000%. Metformina, një nga barnat që përdoret për diabetin e tipit 2, ka mësuar rritje duke filluar nga e shtuna. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, çmimi i këtij produkti të prodhuar në Maqedoninë e Veriut rritet me 2000%. Tobradex, një medikament që më parë ka qenë 300 lekë, do të shitet rreth 97% më shumë. Remsima, një ilaç antiinflamator për të rriturit, ka mësuar ndryshime çmimi prej 97%. Ndërsa produktet me përmbajtje Gatocteric acid, të përdorura si solucion për injeksion, kanë shënuar rritje që variojnë nga 13 deri në 62%. Ulja dhe rritja e ndjeshme e çmimeve rrezikon të fusë në kaos farmacit. Në sistem janë ndryshuar çmimet e pothuajse 40 barnave të listës së rimbursueshme për vitin 2026, por farmacit nuk kanë dieni për çmimet e reja. Unioni i biznesit farmaceutik dhe urdhri i farmacistëve të Shqipërisë janë drejtuar me një shkresë zyrtare Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit në lidhje me shqetësimet dhe problemet që lindin nga miratimi i çmimeve të reja pa u dhënë koha e duhur për të hequr barnat, për të cilat kanë detyrim ligjor të kenë sasi për 2 muaj në mënyrë që të mos krijohet mungesë në treg. Një zëri ata e kanë paralajmëruar Ministrinë e Shëndetësisë se miratimi i çmimeve pa u dhënë kohë mund të çojë në ndërprerje të furnizimit me barna dhe mungesa në treg. Vetëm pak ditë pasi kryeministri Edi Rama u prit me ceremoni dhe fjalë të ngrohta në parlamentin izraelit, duket se ka ardhur edhe qoka e radhës. Kësaj here jo me fjalime apo foto protokollare, por me një marrëveshje strategjike që ngrehe pikpyetje të forta mbi sovranitetin digjital të Shqipërisë. Sipas mediave izraelite, Shqipëria do të ndërtojë qendrën e saj të parë të madhe të dhënave fal një investimi prej rreth 100 milion eurosh nga kompania izraelite ADC. Projekti i shpallur si sukses i afrimit marrëdhënieve mes dy vendeve parashikon që një pjesë e konsiderueshme e infrastrukturës së të dhënave të vendit administrohet nga një kompani e huaj me pronar dhe interesa jashtë Shqipërisë. Me pak fjalë, pas pritjes me lavde, Shqipëria duket se po u hap serveret. Lejet janë dhënë me shpejtësi rekord. Toka shtetërore është vënë në dispozicion, energjia e gjelbër sigurohet nga shteti dhe financimi mbështetet nga berg. Një paketë privilegjesh që për shumë sipërmarrës vendas mbetet ende pa arritshme, por që për një kompani të huaj u bë realitet brenda 60 ditësh. Ironia është se gjithçka prezantohet si zhvillim, modernizim dhe integrim evropian. Ndërkohë që askush nuk shpjegon qartë se çfarë ndodh me të dhënat strategjike të shtetit shqiptar, kush i administron, kush ka akses dhe çfarë garancish reale ka që informacionet sensitive të institucioneve, qytetarëve apo sistemeve publike të mos dalin jashtë kontrollit kombëtar. Pas marrëdhënieve më të ngushta midis Izraelit dhe Shqipërisë, kompania izraelite ADC është përzgjedhur për të ndërtuar qendrën e parë të dhënave në vend. Projekti, i cili do të ndërtohet në një zonë të tregtisë së lirë pranë kryeqytetit Tiranë, do të kustojë rreth 100 milion euro. Objekti do të bazohet në procesorët grafik Robin të Nvidias dhe do të ofrojë 32 MW me potencial për të zgjeruar në 100 MW. ADC është në pronësi të përbashkët të Happy Technologies 80%, një kompani kibernetike dhe informatike në pronësi të Roy Shaposhnik, Noam Frank, Shlomi Avni dhe Itaj Melqer, edhe të kompanisë konsulente për qendrat e dhënave DIT 20% të kryesuar nga ekspertët Zvika Friedman, Nir Poltorak dhe Dan Karmi, shkruan Globes. Më tej thuhet se leja e ndërtimit ju dha kompanisë brenda vetëm
60 ditësh dhe objekti po ndërtohet në 1.8 hektar tokë qeveritare me një opsion për 1.3 hektar shtesë në zonën e tregtisë së lirë Teda, e cila është në ndërtim e sipër në perëndim të Tiranës. Përveç kësaj, infrastruktura e komunikimit dhe energjisë elektrike është vendosur paraprakisht dhe kompania lokale e energjisë elektrike po ndërton një nën stacion të dedikuar në vend. Kompania Kombëtare e Energjisë Elektrike e Shqipërisë do të ofrojë një strukturë të energjisë elektrike të gjelbër nga një burim hidroelektrik. Sa i përket financimit, ADC ka siguruar një linjë krediti nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim për 75% të kostos së projektit. Edhe para se të përfundonte ndërtimi, Qendra e Dhënave ka siguruar 3 klientë të mëdhenj: kompaninë shqiptare të teknologjisë Infosoft, një kompani gjermane magazinimi dhe një klient të qeverisë shqiptare, identiteti i të cilit mbetet konfidencial, thekson shkrimi. Një qendër të dhënash, data center, është një hapësirë fizike e specializuar ku ruhen, përpunohen dhe menaxhohen të dhënat digjitale përmes serverëve dhe pajisjeve të avancuara teknologjike. Në terma të thjeshtë, data centeri është truri dhe kujtesa e botës digjitale. Aty ndodhen kompjuter shumë të fuqishëm që punojnë 24 orë në ditë për të mbajtur funksionale shërbime si faqet e internetit, sistemet shtetërore, bankat, regjistrat civil, të dhënat e institucioneve, komunikimet online apo platformat e inteligjencës artificiale. Qeveria flet shpesh për sovranitet, pavarësi dhe dinjitet kombëtar, por në epokën digjitale sovraniteti nuk matet vetëm me kufi gjeografik, por edhe me server, të dhëna dhe kontroll informacioni. Dhe sot pyetja që lind natyrshëm është kjo: apo thjesht po ja dorëzojmë çelësat e saj të dhënave të tjerëve?